ti? Çka ka në kuptu me fjallën e matë për ti? Që nuk po dani me bosh shpinë juj. Vetë në matë nuk është të keqe sepse ka plot pulsi që kanë përndej dhe kanari që në matë. Dhe dyta është përgjësia zotit Kurti dhe partisë ti që të konstruoj kuvadin. Faktisisht është e turpshme që të ndodhë. Bota po kallet flak dhe ne përshtyrin në zveti se kush farë pozitë për marrë. Duhet t'i vi punkti sa ma shpejt sa situata. Pra është e papranueshme gjendja ku ka hidati, sepse ka rreziqe të paparashikueshme dhe këto rreziqe nuk merren luksin që ne pas kemi qenë. Dikon që kush duhet të pëlqej për, sipas josh. Mora të vesh një parti e ka ndonjë zgjidhje. Që e parti që ka ekskluzivitetin e propozitit, ka kusht tjetër zgjidhje. Zoti Kurti dhe partia ti duhet me gjithë zgjidhje, duhet me thirrë kryetar të partive, vazhdimësi. Para 3 muajve. Kanë po qenë si ndërmjetësues. Zotri Avdigjiku tha në një deklarim publik që po i shohin njerëz. Përmes jush nuk ka ardhur dikush. Jo. Nuk e di çka ka thonë, nuk e di çka ka nënkuptu. Ajo që dihet është fakti i njohur që Kosova nuk ka institucione dhe është e papranueshme, si në aspektin ekonomik, si në aspektin politik, si në aspektin social, e mbi gjitha në aspektin e sigurisë së jashtme të Kosovës. Sepse bota po ndryshon dhe ne duhet të jemi të gatshëm dhe të matur që të përballemi me situata që potencialisht mund të vijnë.